Qofse kanë bërë marrëveshje që aty të ndërtoj dikush një resort apo një hotel, bukurin dhe ta ndërtoj. Që është mbi sipërfaqe të tokës dhe ta shfrytëzojnë ata, për sa duan e si duan. Por tokën jo. Pra, e ndërtojnë edhe nga në moment shteti shqiptar të ketë të drejtin që t'u afshin nga faqja e dheut nëse ata shkelin në rregullat e ligjet tona. Pra, jemi në kushtet e një pushtimi të heshtur, paqësor, me tradhtin e 140 legenave që kanë bllokuar edhe kanë zënë foltorët e Kuvendit të Shqipërisë, të cilët nuk ndihen. Dhe unë prandaj quaj legenda. Disa kanë folur për tyre, kujtoj atë zotin Braçe, atë Korreshi nga krahu tjetër i Partisë Demokratike, ndoshta ka pas të tjerë, po këto më vinë në mend tani. Po këta të 83 klonët e Diramës, ku janë? A janë shqiptarë ata? Po. A duan këtë vend? Po, ndoshta është kjo dilema, pra, avokat, sepse ata thonë që është privat, pra në një truall privat, ai që ka mund të bëj marrëveshje me këto tjetër, pra ndoshta mund të jetë gjëja shumë e vogël se sa bëhet. Ndoshta gabohem te kjo, po thjesht po e ngrejmë për diskutim, domethënë. Unë po të them që gabohesh paraprakisht për një arsye thjesht të pastër dhe të qetë. Të na thonë kush janë pronarët, me që është private. Kush është pronari i Zvërnecit? Ose sa janë pronarët shqiptarë në Zvërnec? A parashikohet që të ketë pronar zona e mbrojtur avokat apo në tërësi nuk ka? Këtu sot nuk dim asgjë. Sepse në parim flas, në një zonë të mbrojtur, a ka pronar? Zona e mbrojtur, zotëri, është e mbrojtur nga kush? A shteti. Se është e mbrojtur nga shqiptarët, kundër shqiptarëve, dhe është e pa mbrojtur karshi izraelitëve. Kjo është zona e mbrojtur. Dhe bëhet për interesa të këtyre banditëve që kanë uzurpuar pushtetin në Shqipëri dhe në Shqipëria kanë mbetur pa burra që të qërojnë nga faqja e dheut. Pra, jemi në një situatë jashtëzakonisht të rrezikshme. Shqipëria është në buzë të greminës sepse po pushtohet në heshtje me miratimin e politikanëve shqiptarë, me miratimin e parlamentit shqiptar. Ndaj populli i ngritur dhe unë i bëthirje, populli që të ngrihen me kuqe me maç. I bëthirje nëpërmjet ekranit tuaj, se e di që shikohet shumë. Ju bëthirje shqiptarëve të Iliridës, shqiptarëve të Kosovës, shqiptarëve të Malizi, gjithë shqiptarëve kudo që janë. U bëthirje shqiptarëve të diasporës dhe po u them që Shqipëria është në ditën më të zezë të mundshme, sepse është e tradhtuar nga një legend që quhet Edi Rama, nga një tradhtar i pa skrupull i këtij vendi, i cili meriton të bëj 7 pas në ndë për këto që po bën. Por nuk është vetëm. Ne kemi dëgjuar fjalën e kryeministrit për këtë rast. Unë të dëgjuar e kam dhe unë e di që ai ja do ta them paraprakisht, ai ka thënë do flasin në orën 10, po ta them unë do thotë. Mos u shqetësoni, ajo është një marrëveshje me privatin, privati mund të bëjë çfarë të dojë me pronën e tij, e të tjera slogane nga këto që ka kohë që i gënjen shqiptarët, mos u gënjen dot. Zotëri, si e privati tjetë dhe shteti tjetë, asnjë privat shqiptar nuk ka të drejtë të shes 1 metër tokë të huajve. Kjo është taksative, është me kushetut. Po ai nuk pyet për kushetut, nuk pyet për ligj, nuk pyet për asnjë, sepse thot kam 83 veta vota, thot 83 deputet do bishëndua unë, thot. Do bishëndua shtimur, zotëri, po do bëjmë dhe ne shënduan, po do jetë bon për ty. Avokat, po tani edhe për madhësi, pozicion gjeografike tjera, për Sazani nuk është e pa në i protest. Pse për Zvërnecin po dhe për Sazanin jo? Një më kemi bërë protestet dhe për Sazanin. Të pak që unë nga ekranet tuaja kam folur dhe kam thënë, jam drejtuar Trumpit dhe kam thënë largoj ata kryshit që ke dërguar këtu, i kam thënë qoj në atë ishullin Epstein, aty ku ke qenë vetë. Ska puna aty, zotëri. E kam fjalën në këtë nivel protesta. Zotëri, në këtë nivel protesta është sepse vate thika nash dhe u zbulua që kjo është vepër izraelite direkte. Edhe ishulli Sazanit, edhe ajo pjesa tjetër ku kanë dashur ata të hyjnë,
është thjesht vepër e çifutëve të Amerikës dhe e lobit grek në Amerikë, janë në unison me njëri tjetrin. Tani, me qenë se jemi këtu, i bëj thirrje ambasadorit amerikan. Ai që do